Jemi rikthyer në studio, po flasim për protestën, e cila ka hyrë në ditën e 33 të saj dhe për atë që ndodhi sot përpara parlamentit. Bëjmë një pakt që të dëgjohemi të gjithë, se kam shumë pyetje që s'kam bërë dot asnjë, pothuajse. Manjan, që nuk e përfundove dot logjikën tënde. The, është normale që do përshkallëzohen dhunë, sa ashtu nisi në gjykimin tënd, nisi verbale, pastaj do kalonte te veza, te gurët e tjerë, edhe që s'ka lider, se po të kishte një përfaqësim do ishte më e thjeshtë për të menaxhuar. Pra, një turm pa drejtim, nëse ka një objektiv, largimin e kryeministrit, dhe pa alternativë tjetër politike, që tjetë e suksesshme dhe duhet ta bëj vetëm me dhunë. Dhe dhunë përfshin, dhunë do të thotë çdo gjë, që nga rrethimi i institucioneve, dhunë është dhe ajo, edhe deri tek kujton larg qoftë, plumbi ballit, se është bërë edhe në modë kjo, përdoret shumë nëpër rrjetet sociale, ideja e një plumbi të ardhë që do zgjidhi çështjen e revolucionit të flamingove. Pra, kjo është rruga logjike. A ndodh as ndodh, unë se di se ka ndodhur këtë, s'di ta them, por logjika të çon këtu. Dhe dhunë është dhe ajo, ha të rrethojmë parlamentin. Pse do të rrethosh parlamentin? Pse duhet ta gjush me vezat e deputetin? Pse duhet ta shash e ta përshtysh? Pse? Dhunë është ajo. Okej, nuk është vrasje, dakor, në vend vezës po vu bomba, është e qartë pastaj që është dhunë. Atë e shohin gjithë. Është dhunë ekstreme. Po që të mos shkojë tek bomba, duhet ta quajmë dhe vezën, dhe gjuajmë në vezë dhunë, sepse dhunë është, kështu e ka emrin. Nuk po e shpikun. Dakor? Dhe përballë kësaj, ai që duhet të ruaj, që është policia, që për mendimin tim është ende defektoze, dhe jo për shkak të proporcionalitetit që kemi rakti, ta tha shumë mirë gazetari që ishte proporcionale sot, po prapë edhe me ata ishit dakord. Është gjykimi tim. Po prapë, po dhe gjykimi juaj këtu është edhe gazetari gabon, e kupton? Ne, se çon si ka. Jo, unë preferoj raportimin më shumë se sa. Qartë. Nga gazetarët. Në rregull. Okej. Çon si ka, e lëmë këtë. Pra para se të vim te proporcionaliteti, duhet të kuptojmë që policia e shtetit ka një detyrë që të ndalojë dhunën në shoqëri. Dakor? Dhe mirë është ta bëjë pa përdor armët, pa përdor mjetet e forcës. Mirë është ta bëjë në avans, që të jetë policie efektive. Kurse kur vjen puna që ti detyrohesh ta përdorësh atë dhunën, çfarë ku kishit me një të tërheqjes varr, po mirë, si e mendoni ju në mes të turmës atje, si e mendoni ju ti thot policisë zotëri, a mund të vini pak me ne në policisë? Ju lutem kështu? Është një polici tjetër, i takon asaj shoqatës. Po edhe zvarr do të marrë. Si më do të marrë zvarr? Po edhe zvarr. Bane aty të paralizuar. Pa i sodhi një si ka mundësi më burr, po ta përfundoj. pyetje më burr, jo më s'ka pyetje, le ta marrë. Pastaj pyetje. Ja ta përfundoj logjikën, se nuk e lam. Pa pas nevojë më bëj pyetje. Dakor? Po tham proporcionalisht do të thotë ti pranon që i pari ke filluar dhunën ti. Pastaj se tha shumë këtë mos më cito mua. Ai që me fëmijën e paralizuar, pse e marrin zvarr dhe raj? Po e di policia kush është ai në ato momente. Shikoj, po se çfarë policia? Ka mundësi tani të marrë. Po ky është le të marrë më burr. Unë se jo fat zotrin ti e njeh, po se po njeh gjithë media kemi parë në rrjetet sociale. Po gjithë media se jo është më bukur, rrjetet sociale, fiks. Janë pamje ato si rrjetet sociale, janë pamje.